Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Zbulohet kush do të jetë opinionistja e parë e Bigut në Kosovë. Është zbuluar tashmë emri I parë që do të ulet në panelin e opinionistëve të edicionit të 4 të Bigut në Kosovë dhe bëhet fjalë për një figurë të njohur. Sipas burimeve, këtë detyrë do ta marrë Dalina Buzi. Zgjedhja e saj vjen pas një sër diskutimesh brenda produksionit, ku është vlerësuar profesionalizmi, stili kritik dhe mënyra e veçantë e komunikimit që Buzi sjell në çdo ekran. Oferta për këtë rol është bërë nga vetë Olsa Muhameti, producentja e njohur e spektaklit, e cila ka vendosur të besojë tek Dalina për të sjellë një frymë ndryshe në panelin e opinionistëve. Olsa ka qenë në kërkim të figurave që jo vetëm argëtojnë, por që analizojnë dhe komentojnë me thellësi zhvillimet brenda shtëpisë më të famshme në Kosovë. Burimet bëjnë me dije se Dalina e ka pranuar tashmë ftesën, duke zyrtarizuar kështu rolin e saj në sezonin e ri. Bigu 4 pritet të nisë në fund të nëntorit sipas planifikimeve të produksionit. Me emrin e Dalinës tashmë të konfirmuar, pritshmëritë e publikut janë rritur ndjeshëm dhe fansat mezi presin të shohin si do të ndikojë prania e saj në atmosferën e spektaklit. Publiku tashmë pret me kuriozitet të madh nisjen e sezonit të ri, cili sipas të gjitha gjasave do të jetë ndër më të përfolurit e viteve të fundit.